Ndërsa finalja e madhe të shtunës po afron, aleancat brenda shtëpisë së Big Brother VIP duken më të lëkundura se kurrë. Shtëpia më e famshme në Shqipëri po i afrohet fundit të një rrugëtimi epik prej 120 ditësh dhe, kur na ndajnë vetëm 5 ditë nga nata e madhe, tensioni është në kulm, ndonse jo çdo gjë po përcilet me debate të ashpra. Së fundmi, në një moment reflektimi, Rogjerti dhe Selin kanë ndarë disa mendime të sinqerta për lojën e Mirit, duke analizuar strategjinë e tij të gjatë. Duke pranuar me një lloj paaftësie për të ndryshuar rrjedhën e gjërave deri më tani, Rogjerti u shpreh: "Kjo ka qenë loja e Mirit që 120 ditë këty brenda. Ne kemi luajtur si top futbolli me Mirin, duke i bërë thirrje Selinit që të mbajnë syt hapur në këtë metër të fundit, pasi ora tashmë numëron mbrapsht." Rogjerti ka vijuar më tej duke zbuluar detaje që kanë ngritur dyshime të forta mbi vërtetësinë e veprimeve të Mirit, duke pretenduar se kishte vënë re tentativat e tij për të inskenuar një pëlqim ndaj Nikol. Ai tregoi se Miri i drejtoi Nikol me pyetje të koduara si "A je dakord për atë gjën?" dhe kur Rogjerti e pyeste për çfarë bëhej fjalë, ai nuk jepte asnjë shpjegim. Prandaj unë Mirit nuk i kam besuar fare. Kam shkuar disa herë në dhomën e rrëfimit, duke thënë se unë atij nuk i besoj, se nuk i besoj mor vlla, rrëfeu ai. Edhe Selin ka ndarë pak kënaqësitë e saj, duke u ndalur te një pretendim i Mirit se ajo i kishte parë atë me një 23 vjeçare. Ajo e ka mohuar këtë kategorikisht, duke e cilësuar si një tentativë për të krijuar skenar të paqen që ajo as nuk i kishte vënë re. Betejë finale tashmë është ngushtuar mes 4 finalistëve: Selin, Mateo, Miri dhe Rogjert. Kush nga ata do të arrijë të rrëmbejë çmimin e madh dhe të shpalet fituesi i kësaj sfide raskapitëse? A do të triumfojë strategjia e Mirit, apo këto zbulime të fundit do të përmbysin parashikimet? Gjithçka mbetet për tu parë këtë të shtunë, në një natë që premton të jetë e paharrueshme.